Çfarë është marrëveshja për pranimin e fajësisë? Marrëveshja për pranimin e fajësisë është një institut ligjor i cili është i paraparë me kodin e procedurës penale, i cila i jep të pandehurit mundësinë që të përfitojë në uljen e dënimit nën minimumin e paraparë ligjor, gjithashtu tërheqjen e prokurorit të shtetit nga disa vepra penale të cilat janë të cekura në akt vendimin për fillimin e hetimeve, po ashtu edhe në akt akuzë. Gjithashtu përfitim edhe më të madh përfitojnë edhe dëshmitarët bashkëpunues të cilët hyjnë në marrëveshje me prokurorin për të zbardhur çështje të caktuara, atëherë të njëjtit përfitojnë një ulje edhe më të madhe të dënimit. Gjithashtu marrëveshje për pranim të fajësisë parashë përfitime për të pandehur në raste të caktuara edhe lirimin nga dënimi. Kjo marrëveshje ka për qëllim efikasitetin e procedurës, si dhe zgjidhjen sa më të shpejtë të procedurave gjyqësore. Në cilën fazë mund të negociohet marrëveshja mbi pranimin e fajësisë dhe cila është procedura? Marrëveshja mbi pranimin e fajësisë mund të negociohet në çdo fazë të procedurës, duke filluar nga faza hetimore, pas ngritjes së akt akuzës dhe deri para përfundimit të shqyrtimit gjyqësor. Procedura lidhur me negocimin mbi marrëveshjen fillon me një kërkesë paraprake të cilën e drejton avokati i të pandehurit në drejtim të prokurorit të shtetit, pastaj prokurori i shtetit duhet të merr një aprovim paraprak nga kryeprokurori i shtetit dhe pas marrjes së autorizimit dhe aprovimit nga i njëjti, atëherë caktohet një takim nga ana e prokurorit ku marrin pjesë i pandehuri, mbrojtësi dhe prokurori dhe e negociojnë këtë marrëveshje mbi pranimin e fajësisë. Dhe në qoftë se pajtohen lidhur me kushtet të cilat zhvillohen diskutimet, atëherë kjo marrëveshje nënshkruhet nga të gjitha palët në procedurë, po ashtu edhe nga kryeprokurori dhe i dërgohet gjykatës së bashku me akt akuzën dhe provat e siguruara gjatë fazës hetimore. Cili është roli i gjykatës në këtë proces? Gjykata nuk përfshihet në negocimin lidhur me marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, në përjashtim pas pranimit të kësaj marrëveshje, e njëjta është obliguar që të vlerësojë dhe shqyrtojë sa janë plotësuar kushtet ligjore sa i përket marrëveshjes, pastaj cakton një seancë dëgjimore ku fton të prokurorin e shtetit, të pandehurin, mbrojtësin e tij dhe palën e dëmtuar. Dhe të gjitha palët në procedurë duhet të deklarohen lidhur me pranimin e fajësisë sa janë plotësuar kushtet ligjore. Ku ndër kushtet ligjore është se a ka kuptuar i pandehuri natyrën dhe pasojat rreth pranimit të fajësisë. Pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht me vullnet të lirë dhe pa presion, është konsultuar mjaftueshëm me avokatin mbrojtës, po ashtu duhet të bindet që pranimi i fajësisë mbështetet në të gjitha pikat e akt akuzës dhe gjithashtu që nuk ka mangësi ligjore sa i përket pranimit të fajësisë, siç janë edhe të parapara me kodin e procedurës penale. Pastaj gjykata pas deklarimit të gjitha palëve në procedurë e shqyrton dhe vlerëson dhe nxjerr akt vendim lidhur me pranimin apo mos pranimin e fajësisë së të pandehurit. Çfarë ndodh nëse marrëveshja nuk pranohet nga gjykata? Në rastet kur marrëveshja mbi pranimin e fajësisë nuk pranohet nga ana e gjykatës për arsye të cilat nuk janë plotësuar kushtet ligjore të parapara në kodin e procedurës penale, atëherë gjykata e refuzon marrëveshjen dhe rasti shkon në gjykim të rregullt, ku zhvillohet procedurë gjyqësore deri në përfundim deri në fjalën përfundimtare dhe i jepet vendimi nga ana e gjykatës. Palët e dëmtuara apo viktimat në këtë proces si trajtohen? Palët e dëmtuara gjithmonë në momentin kur prokuroria është duke negociuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë me të pandehurit, nuk janë pjesë e negociatave, mirë po prokurori i shtetit është e obliguar që të njofton palën e dëmtuar dhe i njëjti nëse ka kërkesë pasurore juridike, atëherë kjo kërkesë mund të jetë edhe pjesë e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë. Gjithashtu palët e dëmtuara kanë të drejtën e deklarimit lidhur edhe me kushtet ligjore në seancën e shqyrtimit gjyqësor në gjykatë, po ashtu sa i përket edhe pjesës së dënimit.
Kështu që kjo është në të gjitha të drejtat janë të garantuar edhe palës së dëmtuar dhe si dhe i jep një garancë ligjore lidhur me realizimin e të drejtës pasurore juridike. Cili është dallimi në mes të marrëveshjes së fajësisë dhe pranimit të fajësisë pa marrëveshje? Marrëveshja mbi pranimin e fajësisë është i paraprin negociatat të cilat zhvillohen nga ana e prokurorit pandehur dhe mbrojtësit e tij, ku mirët diskutohet rreth çështjes së dënimit, po ashtu edhe në pjesë të veprave penale të cilat mund të tërhiqet prokurori i shtetit, si dhe mundësi tjera ligjore të cilat janë në favor të pandehurit dhe pastaj shkon në gjykatë, ndërsa pranimi i fajësisë gjatë në shqyrtim fillestar apo gjatë shqyrtimit gjyqësor mund të bëhet çdo herë drejt për drejt nga ana e të pandehurit dhe shqiptimin e dënimit pastaj e jep gjykata. Mirë, dallimin mes tyre është se në bazë të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë dihet dënimi, benefitet dhe pasojat që i gëzon i pandehurin, ndërsa pranimi i fajësisë gjatë shqyrtimit gjyqësor atëherë bëhet i drejt për drejt dhe nuk dihet dënimi deri në momentin kur e shpall gjyqtari. A ekziston rreziku që i pandehurit të detyrohet të pranojë fajësinë? Ligji ka siguru të drejta dhe mbrojtje të mjaftueshme sa i përket të pandehurit. I pandehuri gjithmonë para se të pranojë fajësinë duhet i njëjti që të konsultohet me avokatin, duhet të bindet që ka prova të mjaftueshme që i njëjti ka kryer veprën penale dhe ky pranim i fajësisë bëhet në mënyrë vullnetare, pa presion dhe me dëshirën e tij. Por mirë po gjithmonë kur janë plotësuar kushtet ligjore për pranimin e fajësisë.